Kur Marti Ahtisaari në vitin 2005, i dërguar special për negociatat në Vjenë për statusin final të Kosovës, po përgatitej që në pakën e tij të ofronte konturat e asaj që më vonë do shndrohej në pavarësitë mbikëqyrur për Kosovën, derisa kishte konsultuar secilin aktor politik për situatën, bëri edhe një takim të rëndësishëm me Bankën Botërore. Pse? Sepse Ahtisaari dëshironte të dinte nëse Kosova ka mundësi që ekonomikisht ta mbajë veten, përtej ndihma ndërkombëtare e infuzioneve të jashtme. Përgjigjja ishte po, sepse i thanë Ahtisaari në Bankën Botërore, Kosova ka rezervat ndër më të mëdha të linitit në Evropë, e dyta pas Gjermanisë. Pra, rezervat e mëdha të linitit për Kosovën nuk ishin vetëm një karburant fosil, por një argument shtetformues. Nuk ekziston asnjë arsye shëndosh përse Kosova sot nuk e ka një termocentral të ri, që ja mbulon krejtësisht nevojat dhe e pavarëson nga importi. Dhe ironia mbyt se këto është se një shtet që u trajtua si javë jetonte i pavarur, pikërisht fal pasurisë së vet energjetike, është sot energjia që po e dërmon duke e dobësuar ekonomikisht dhe lënë në varësi të plot nga Serbia. Zotri Shala për herë të parë kom dëgjuar për juve edhe më ka ardhur si befasi se si Ahtisaari në një nga faktorë shtetformues që e kishte konsideruar ishte edhe sigurimi se mund të mbijetoj Kosova ekonomikisht. Po, Ahtisaari në fillim të nëntorit të vitit 2005, 2005 shkon në Washington dhe merr pjesë në takimin e grupit të kontaktit, ku janë miratuar parimet prise për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Mbas atyre parimeve prise, Ahtisaari vjen në konkludim të qartë që grupi kontaktit në të vërtet ka hapur rrugën që Kosova të bëhet shtet i pavarur. Dhe në këtë kontekst, sepse ka bashkëpunuar dhe me Bankën Botërore dhe si presidenti i Finlandës, mos harrojmë, ka qenë gjatë luftës të Kosovës presidenti i Finlandës, ai e shet arsyeshme të shkon në Bankën Botërore dhe për një konsultim shumë të rëndësishëm sipas tij. Ky konsultim kishte të bëjë me atë se çfarë mund të prodhojë Kosova si shtet i jashtëm dhe a mund të mbijetojë si shtet i jashtëm në rrethana shumë të ndërlikuara ekonomike dhe politike në rajon dhe më gjerë. Në Bankën Botërore, e cila vazhdimisht e ka përcjell Kosovën që nga përfundimi i luftës së Këndej, i thonë po, Kosova ka kapacitete të jashtëzakonshme të rezervat të linitit që janë të dytat në Evropë, të katërtat në botë, me vlerë të tërësishme prej 100 miliard eurosh. Duke 15 miliard tonë, diçka e tillë më duket. Po, si rezervë. Po, si rezervë, po prej 15 deri në 30 supozoj madje. Merr një argument shtesë që këto rezerva të linitit mund të përdorin 100 vjet për prodhim të rrymës. Ishin këto shifra marramense edhe për Ahtisaarin, edhe ai thot mirë shumë që nga një situatë shumë e volitshme që Kosova të bëhet shtet i pavarur dhe me këtë logjikë edhe do të zhvillon negociatat në procesin e Vienës. Përndryshe, në procesin e Vienës është qartë tema e kapacitetit energjetik të Kosovës prej fillimit dhe atë në segmentin kur Serbia provonte ta krijojë një entitet politik të vetin në autonomi brenda Kosovës, i cili bazohej në disa kritere, kriterin etnik, kriterin religios, por dhe kriterin ekonomik. E kriteri ekonomik, siç na pat përmend në njërin prej takimeve tona shumë të rëndësishme, vet Aleksandar Simić, ka qenë pjesë e delegacionit të Serbisë, kishte të bënte madje edhe me ndarjen e pasurive të linitit. Ai thash ka po mendoni ju, thanë, ju nëse ju dëshironi të bëni shtet i pavarur, ne duhet ta marrim hisën tonë të linitit në Kosovë. Si shëndohen territori, duhet të ndahet edhe liniti. Nga ana tjetër, komuna e Priluzhjes si propozim i palës serbe që të bëhet komunë në kuadër të pakos së decentralizimit të krijimit të komunave të reja, ka qenë deri në vonë në hartën e Ahtisaarit dhe të Albert Rohani, zëvendësit të tij, deri në gusht të vitit 2006 kur vinë ata në Prishtinë. Atëherë ne insistojmë që asesi Priluzhja nuk mund të bëhet komunë e re. Ahtisaari thotë po, megjithatë kjo komunë i plotson kriteret, ka 5000 banor, ka mbi 70% popullatës të komunitetit serb. Tregojmë sinqerisht pse po ju pengon kjo. Kur i treguam që çështja është te rezervat e linitit nën Priluzhje dhe që kjo mund ta shkaktojë probleme të mëdha në zhvillimin ton ekonomik, pasi që të bëhemi shtet i pavarur, Ahtisaari me të parën i tha Rohanit hiqen nga lista, u kuptuam. Nuk pata nevojë të bëjmë argumente e shtesë për këtë çështje. Segmenti i dytë shumë i rëndësishëm lirim gjatë procesit të definimit të statusit kishte të bënte me infiltrimin eventual të Rusisë në sektorin e energjisë në Kosovë. Rusia ka qenë shpeshherë konstruktive në punët e grupit kontaktit, por në fund ka dalë mjaft kundërshtuese ndaj ofertës së Ahtisaarit. Por mos të harrojmë që kanë qenë
3 oferta të palës ruse për ne në Kosovë, për ekipin e unitetit, që disi të akomodojmë interesin e Rusisë që ajo të ketë hise në zhvillimin energjetik Kosovës. Opsioni i parë ka qenë ndërtimi i një termocentrali me gaz të Hani e Lezit, me vlerë investim rus me do janë këtë investime ruse për sa do të flas sot. Do të investimi i parë apo supozimi i parë ka qenë që të investohet 1000 megawatt në një termocentral të gazit që do të ndërtohej në Hanin e Lezit, sepse gazi supozohet që do të vinte nga Maqedonia. Atëherë Maqedonia, tash Maqedonia e Veriut. Opsioni i dytë ka qenë lidhur me ardhmën e delegacionit Gazpromit në Prishtinë. Edhe ai është udhëhequr nga zëvendës ministri rus Titov dhe paramendoni delegacioni i Gazpromit që vjen në Prishtinë që të gjithë janë Euros, janë austriak, janë gjerman. Kjo është bërë me qëllim. Normalisht që të ketë një farë incentive të pala jonë që ta pranojmë një bisedë serioze me ta. Ata takuar edhe me kryeministin Agim Qeku, jo pa dijen e palës amerikane, tregoj pastaj pse e qysh, sepse supozonin që duhet disi t'i mbajmë afër palën ruse për shkak të definimit të statusit të Kosovës. Po s'ka pas marrëveshje. Opsioni i tretë ka qenë në vitin 2007, me siguri e din që Oleg Deripaska është një nga oligarkët më të mëdhenj rus, që punon sidomos me alumin, dhe ai pat ble fabrikën e aluminit në Podgorica, në malin e Zi. Ati i duheshte një furnizim me rrym i vazhdueshëm dhe ai ishte i gatshëm që të investojë në riparimin e Kosovës A, e cila është teknologji ruse në mas të madhe, dhe që Kosova atja kthej borxhin duke furnizuar me 100 MW të rrymës vazhdimisht. Këto kërkesa ruse bëshin që të pajtohen pastaj ata me propozimin atisor. Po gjithsesi. Jam i sigurt edhe tregoj sepse jam i sigurt që sikur ne të pajtoheshim me këto për idetë ruse, me propozimet ruse, Rusia në fund kishte abstenuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, gjë që do të mjaftonte që paka atisari të votohej dhe së dyti që Kosova të hynte në OKB, së treti dhe më rëndësishme ndoshta të pranojë prej gjitha 27 shteteve të Bashkimit Evropian. Sepse 5 shtetet e Bashkimit Evropian nuk ta kanë pranuar me arsyetimin që Këshilli i Sigurimit të OKB-s nuk e ka përkrahur pakun atisari. Ju se keni pranuar asnjë prej jo. propozime ruse, po edhe me mbështetje amerikane se keni pranuar apo ka qenë pala amerikane, atëherë ka qenë Phil Goldberg, shefi i zyres amerikane në Prishtinë, një diplomat i shkëlqyeshëm i karrierës, dhe me te bisedonim shumë shpesh, dhe unë dhe Ramos Haradinaj, Besat Agim Qeku kur u bë kryeminist, kishim darka 2 herë në muaj me te, ose te Ramushi ose te rezidenca e shefit të zyres amerikane. Dhe kur u trajtua kjo temë, jo me në farë kërkimi të lejes, po thjesht si ide, qëndrimi amerikan ke kategorik. Nuk bën asesi ta trajtoni këtë, sepse varshmëria nga energjia ruse do t'ju bënte faktikisht shtet gjysmak, dhe herët avon do të paguani një çmim shumë të lartë për këtë varshmëri, gjë që u kuptua më vonë edhe me Evropën dhe me Ukrainën dhe me gjitha shtetet të tjera. Prandaj insistimi i Goldbergut dhe administratës amerikane ka qenë mund të bëni çka të doni sa për këtë investimeve të jashtme, pasi që të bëheni shteti i pavarur. Po asesi të lidhemi mirësi. Dhe asnjëherë me ndërlidh shtetësinë. Asnjëherë mos mendoni që pala ruse ja u don të mirën. Ja ka vlet në instancë së fundit, edhe pse po them ne e kishim rrugën shumë më të lehtë, po ta pranonim njërin prej opsioneve ruse. Sepse mos të harrojmë, dhe kjo është interesante edhe për ty dhe për gjithë këtë temë që po trajtojmë. Në fund, pala serbe ja shitin nisin industrinë e naftës me një çmim jo serioz, 500 milion dollar, 51% që ishte çmim shumë i ulët, pikërisht me logjikën ta bëjmë Rusin partner tonë që ta bllokojë Kosovën kur vjen antarësimi eventual në OKB. Pra apo shihni se si lëviz interesi ekonomik i Rusisë, varësisht natyrisht edhe për interese gjeopolitike. Edhe ko është çudia, edhe njerëz që po ma thonë shumë, masi që i kanë publiku deklarimet e Matthew Palmer në Senat, edhe ai thot aty që përveç interesit Kosovës, për më largu nga influenca ruse eventuale, që e sharove, që ka qenë brenge e përhershme, është interes strategjik edhe amerikan. Siguria energjetike e Kosovës. The United States remains committed to the Kosovo Area project and to seeing a new power plant constructed in Kosovo. Edhe njerëz po më thonë mu, me të drejtë, që është e mundun që përkundër që Amerika shprehet kaq hapur, edhe nevoja amerikane për këtë investim nuk është trajtu ma seriozisht, nuk është marrë parasysh ma shumë. Qysh ka mujt dikush në Kosovë me ndalë qatë projekt? Që
që kjo është çudia. Po shiko tash, nëse dikush e përcjell me vëmendje çka po bën Amerika në Ballkanin Perëndimor, do ta kuptoj që Amerika do të insiston me këmbëngulësi që ta dëboj Rusinë dhe Kinën nga Ballkani Perëndimor. Prania ruse në Ballkan është prani e naftës ruse, gazit rus. Edhe Kina ka investime të mëdha në Serbi veçmas. Dhe në këtë segment është interesim i madh Amerikës që të sigurojë gjeopolitikisht Ballkanin Perëndimor njëri për gjithmonë, që të bëhet pjesë e perëndimit, pjesë e Amerikës, pjesë e investimeve të mëdha amerikane. Prandaj edhe në këtë kontekst ne nuk duhet të kemi hezitim fare. Për ne është me rëndësi kapitale që të mundsojmë një ringjallje, nëse mund të thuhet ashtu, e prodhimit të energjisë në Kosovë, një sigurim i brendshëm të prodhimit të energjisë Kosovë, duke patur si argument edhe atë që siguria përgjithshme varet me sigurisë energjetike dhe afërsisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Evropën Perëndimore. Unë jam i sigurt që do të ketë investitor të ri edhe në linjit në Kosovë, sepse tash është ringjall, siç ta merr Thëngjilli, edhe Gjermania, shtetet e tjera. Edhe në Australi. Për shkak që po është më e sigurt se sa energjia prodhuar nga atomi. Plus teknologjia, po sa më fundot ambient. Teknologjia e re, edhe të mos harrojmë që te ne Thëngjilli është sipërfaqësor. Në këminiera thella që duhet ti, do të thotë harxhimet, kostoja e nxjerrjes së Thëngjillit është shumë e linë krahasim me Thëngjillin kur është nëpër miniera. Është Thëngjilli sipërfaqësor dhe ata bagert e mëdhaj janë gjendje të përmbushin nevojat e Kosovës për prodhim të energjisë edhe për eksportin eventual të Thëngjillit në shtetet në rajon. Nëse merr parasysh krejt historiku, histori prej viteve 2000, prej pas lufte. A ka qenë problem administrativ që sot s'kemi një termocentral të ri me teknologji moderne, edhe më shumë betejë politike e mbreshme që pastaj i ka friksuar investitorët? Apo është një farë plani për me lënë varësitë Kosovës për importit të energjisë? Po tash në fund pa dash me kohë konspirativ, është bakë çuditshme që është çdo dështim edhe në politikë, edhe në jetë, edhe në ekonomi, nuk qënë vetëm të analizat racionale, qënë edhe të analizat që ndoshta ka qenë komplot e tëra kjo, ose ndoshta dikush me të qëllim të ka lënë ty në mëshirën e Serbisë, për shembull në vitin. Vetë e tutje, do thotë dështimet janë ftesë për interpretime të gjithëshme. Edhe këtu ne kemi dështuar këtu tash. Ndoshta kemi dështuar për shkak probleme administrative, po besoj që mbi gjitha kemi dështuar për shkak të mungesës konceptit zhvillimor të Kosovës, sepse ne kemi ditur që nuk mund të ketë zhvillim të madh të Kosovës nëse ne nuk sigurojmë rrymë në Kosovë, nëse ne nuk sigurojmë ujë të mjaftueshëm në Kosovë, nëse ne nuk e kemi bujqësinë e zhvilluar. Kur vinte delegacioni FMN-s, edhe delegacioni Bankës Botërore me u taku me mua, unë gjithmonë e pyesha cila është e çeta juaj për zhvillimin e Kosovës. Tani po lexojnë raportet tona. Çka thonë raportet e Bankës Botërore FMN-s? Energji, bujqësi, vazhdimisht. Pra, mallrat që i bleni ushqimore jashtë, ju mund t'i prodhoni brenda. S'keni nevojë me harxhu miliarda euro për me ble gjëra që ju mund t'i prodhoni vetë. Për këtë ekziston historiku. Në vitet 80 lirim, kur Kosova ka qenë njësi federale, ne i kemi përmbushur ajo Kosovë që ka qenë me 90% nevojat tona ushqimore. Me 90%. Sot i plotësoj me 7%. 7%? Tash krahasoj 7% e sodit me 90% e atetit. Edhe çka bëhet me këtë 90%? Është bujqësia, është se sot ki diversifikim të... Bujqësi, jo, është vetëm në bujqësi. Në bujqësia prodhon vetëm 7% nevoja ushqimore të Kosovës, ndërsa bujqësia viteve 80 ka prodhuar 90% e nevojave tona. Si e mbulojmë këtë deficit? Me blerje të mallrave, me blerje të prodhimeve bujqësore, prej Serbisë, prej Maqedonisë, prej Hungarisë, prej Malizisë, dhe parat që na vijnë faktikisht prej Mërgatës, ne i harxojmë dhe e blejmë mallrat në Serbi. Na i kemi pas liçenet artificiale sepse atëherë Kosova ka menduar që është rëndësi etike që sigurohet uji. IBLP që ka siguruar jo vetëm ftohje për Kosovën, sepse është dashur të ftohen generatorët, po ka siguruar edhe rjetin e bujqësisë, e investimeve në bujqësi, vaditjes. Pastaj kemi pas liçenin e Gazivodës për përmenda, liçenin e Batllavës, Badosit, Livoçit, Radoniqit. Shiko tash, 6-7 liçene janë ndërtuar për 10-15 vjet me para që i kemi marrë me hua ndërkombëtare. A kemi ndërtuar ndonjë liçen prej 99-s së sot? Asnjë. Kosova ka nevojë urgjente për ujë dhe për liçene. Kosova ka nevojë urgjente për fuqi energjetike, ka nevojë urgjente për një bujqësi të riparuar. Dhe
sa i përket infrastrukturës kemi zhvillime në krahasim me vitet 80, sepse atëherë ka filluar. 80% ka. 80%. Po në përgjithësi, po them, ne duhet të fokusohemi aty çka na thotë edhe Banka Mbretërore FMN-s, nuk na këshillojnë për të keq. Dhe mund të mirët me mend që pos garancë eventuale Bankës Mbretërore do të siguronim edhe kredi edhe për IBRD-s, edhe për Bankës Mbretërore, edhe për FMN-s që të investojmë dhe ta kthejmë ciklin e Kosovës në një cikël të mirëfillues zhvillimor. Derisa Kosova zhvillohet me 3-4% në vjet, po ta them edhe këtë. Nuk ka asgjë më shumë pas një mirëmbajtjeje sociale ekonomike. Për të ecur tutje në mënyrë të kategorike ne duhet të zhvillohemi spaku 7%. Minimumi është 7%. Minimumit është 7%, ndërsa realisht do të tuaj me dy shifror, me 10%, 11%. A mund ta bësh këtë pa një energji, prodhim të energjisë, a mund ta bësh këtë pa bujqësi? Pa bujqësi, nuk mund të bësh as pa njërin as pa tjetrën. Prandaj duhet të mendojmë shumë më tepër, sepse gjitha temat tjera objektivisht janë irrelevante, nëse ti zhvillohesh ekonomikisht, nëse bësh fuqi reale ekonomike në rajon që mund të bësh, sidomos me energji, atëherë gjitha temat tjera mund ta ndërsohen shumë më lehtë. Arsyeja pse kemi kthyr sa temën në fakt është për shkak të rritjes Po. të jashtëzakonshme të çmimeve të energjisë elektrike edhe varësisë aktuale të Kosovës për importit. Po. Kompanitë po ndrohen, po megjithatë burimin energjia importuar e ka në Serbi. Këto kompania Vukamovicit, edhe këto NOA, etëm ato që kanë dalë, janë aktorë të vëgjël në raport me mafian ballkanike që po i thojnë të energjisë. Edhe më ka befasu kur të kom dëgju të e përmend faktin që një prej vështrimeve të atisarit ka qenë edhe kjo kërkesa ekonomike ose kushti ekonomik për shtetësi. Edhe që ka qenë pikërisht rezervat e linitit, si më thonë, arsye shtetëformuese e Kosovës. Është e çuditshme sot skemi termocentral tjetër. Po. Të mos harrojmë historia e periudhës kur Po Kosova menoj ka qenë. edhe më fal që po ndërprej, po sikur mos të rriteshin çmimet e rrymës sot, mbase as nuk do të rikthehej si temë. Po është e pashpjegueshme për mua se si është e mundur me qenë aq i rëndësishëm fakti që kemi rezervat mëdha të linitit, sa me vletë dhe si argument shtesë për shtetësinë, Po, si jo. e në anën tjetër mos me pas një investim serioz, letjet amerikanë, siç ka qenë kundër Global ose më herët Po pastaj do të për trajtojmë. po menoj në aset i jashtëzakonshëm. Po, Te aseti i vlefshëm, jashtëzakonshëm. i papërdorshëm. I papërdorshëm, për ndryshe ta shtojmë edhe këtë fakt. Linitjen e Kosovës e ka kërkuar vazhdimisht Greqia. E ka kërkuar madje edhe Serbia para disa vjetëve kur ishte kriza e furnizimit në linit. E ka kërkuar Slovenia sepse ka një termocentral të gjashëm me Kosovën B. E ka kërkuar Maqedonia, po them Serbia, Greqia, madje edhe Shqipëria. Pra, jo vetëm që ka potencial për prodhim të rrymës, po ka potencial edhe për eksport të linitit anë kënd Evropës. Po tash, nëse i kthehemi periudhës së Ahtisarit, pra përmbyllet një proces në mënyrë më të mirë të mundshme, kapacitetet e Kosovës fillojnë të qarkullojnë, kapacitetet e linit fillojnë të qarkullojnë në shtetet më të fuqishme të Evropës, sidomos në Gjermani. Dhe në periudhën 2006-2007 besoj na kujtohet RVA gjermane, një alamet kompanie e madhe gjermane. Atëra 2 megawatt. Po, është oferta për 2100 megawatt. Me vlerë për 2.5 miliard euro investim. Shikoni tash, ajo është dashur të fillojë të ndërtohet në 2007-2008 të përfundojë në 2013. Në 2013 Kosova është dashur të ketë 2100 megawatt të Kosovës së, ose mbyllje e AS. edhe po B-ja do të rrinë në nevojë dhe do të prodhoshin të rësi dikun 3000 megawatt, prej cilëve nuk do të përdorshin më shumë se 1500 në pikun e dimrit, sepse verës bjen në 1000-1100. Supozoni në vitin 2022 sikur të kishim 1500 megawatt shtesë, për çdo ditë do të fitonim 500.000 euro. A ka qenë edhe ajo me afat kohor kur i bëhet tërësisht e Kosovës, apo ka qenë? Po ka qenë investimi huaj me pakun edhe të Sibovcit, edhe pakun madje edhe të privatizimit të Kosovës B, por objektivisht Kosova do të ishte përfituese finale e gjithë atij investimi, se do të ishte investim gjerman, energji, zhvillim, po atë nisin të hezitime në qeverinë e parë të Kosovës pas pavarësisë, qeverisë PDK-LDK, dhe unë ju ndru emri për Kosovës së në Kosovën e re, gjë që ishte faktikisht i vetmi fakt që luajti rol. U bati edhe konferenca e donatorëve, ne përfituam shumë nga konferencë, po objektivisht nuk filluam të punojmë në investimin më të rëndësishëm të mundshëm, gjë që kishte të bënte me
ndërtimin e kapasiteteve të Kosovës C. Pastaj vjen periudha kur evoluon ky projekt. Do të thotë prej 2100 MW reduktohet Kosova Re në 600 MW, në 2 generator që do të prodhojnë secili nga 300 MW. Dhe ai ka hasnë të lashet më, sepse mos të harrojmë, Banka Botërore gjithmonë garanton për projekte që janë në përputhje me politikat e saj. Ajo ka garantuar për projektin e RVS, tash garanton edhe për këtë projekt, por me insistimin e Barack Obamas si president të Amerikës. Obama, sepse presidenca Obamas ka qenë presidencë ambientaliste. Do të thotë nuk ka dashur më të shfrytëzohet qymyri për prodhim të rrymës, sepse qymyri periudha politikave gjelbërta, energjia e përtrishme. Edhe në atë kohë edhe Gjermania, shtetet e tjera fillon të heqin dorë. I kanë rikthyer tash. Megjithëse mas Fukushimës, mas të tmerit të 2011 në Japoni, kur u trondit edhe centrali atomik, Gjermania pa që nuk duhet të heqë dorë nga thënxhilli. Po sidoqoftë, politika e Obamas i ka bërë vetëm 2 përjashtime kur bëhet fjalë për përdorimin e thënxhillit. Zimbabwe në Afrikë dhe ne në Ballkan e Evropë. Veç ta konkretizoj, se edhe unë ka konvolumtu për temën, tash për Counter Global, e që Banka Botërore se kesh shqetësime në Kosovë, me sa kompone artificiale, një pjesë e shoqërisë civile pretendonte që nuk duhet me pas ndërtim të një termocentrale të ri për arsye ambientaliste krejtësisht. Edhe pse teknologjia e fundit aty e qartësonte që s'do të ketë aso gjak. Pastaj ishte një farë procesi i kthimit të sulfurit në gipsum, edhe ka pas më ndërtu një fabrike gipsit, po ashtu e cila punëson njerëze, pastaj marrëveshja parashite që megavati që 80 euro. Te Counter Global. Po ka qenë edhe më lirë në projektin e parë, se kjo është projekt. Tash është 800 i fundit, po. Dështimi i fundit. I më hershëm, po. I kam gjetë deklarime nga zyrtarët të Bankës Botërore që e kishin parasysh faktin që tash po shkohet nga alternativa të prodhimit të energjisë era solare, por thoshin që Kosova për shkak të rezervave të mëdha nuk ka asnjë lloj alternative tjetër që i del më mirë, më lirë dhe më funksionale. Absolutisht, sepse megavati i Kekut shitet për 25 euro, tash aq i lirë është për shkak të raporteve të mëhershme. Por këtu është një segment poshtë të edhe Obama përkundër se ambientalist, ai insiston që Kosova ka të drejtë sepse është jetike edhe është interes strategjik edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç do ta shohim në deklarimet e Matt Palmerit kur bën atë globali, sepse mos harrojmë, siguria energjetike është pjesë e sigurisë tënde si shtet. Nëse ti nuk ke siguri energjetike, nëse je detyruar vazhdimisht të importon rrymë, ti ke probleme edhe të sigurisë tënde si shtet. Veçanërisht prej ka e importantë, hajt nga Shqipëria apo nga Serbia bos. Edhe pastaj të mos harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm që mua më pa treguar Christopher Daly, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në periudhën 2009-2012. Ai erdhi me një qendrim shumë interesante, kishte kuptuar pe diplomatëve të tjerë evropian që po ekzistoi ka teknologjia, atëherë teknologji kineze, që shndron thënxhillin në gaz. Që gazifikimi i limitit që pra do mund të bënim një depërtim shtesë të papritur në atë kohë, që jo vetëm të prodhojmë rrymë me linjit, po ashtu edhe ta gasifikojmë linjitin edhe të krijojmë termocentrale me gaz, sepse gazi qysh atëherë shihet si një perspektivë e madhe e vendit. Sepse gjithmonë kur bëj fjalë për investimet ruse, bënim fjalë për investime ose në gaz ose me naftë. E këtu shihej për herë të parë që ne vetë mund ta me teknologji moderne mund ta kthejmë linjitin në gaz. Prandaj vazhdimisht është diskutuar këtë temë, po edhe ai varianti 2R400 dështoi. Unë këtu jam më i familiarizuar se e kam shkuar vetë. Është e pashpjegueshme për mua se Counter Global erdhi në Kosovë. U konfirmu si investues. Banka Botërore fillimisht më vonë u tërhoq, po fillimisht premtoi investimin, 70% po mduket të shumës. Është një lloj garance që si bankat që e dhon garancën për investimin tonë, edhe Banka Botërore thotë në rregull është, mund të investosh. Po edhe pasi që u tërhoq Banka Botërore, është një njoftim i Counter Global që thotë ne mund të vazhdojmë me investimin. Pastaj vjen themeluesi CEO i Counter Global në Kosovë, nënshkruan kontratën, paralajmëron për gurthemelin, thotë fillim vitit ardhshëm ose në fund të vitit. We look forward to working together. We're going to move very, very fast, and I look forward to seeing you at the first stone groundbreaking ceremony next year. Edhe pastaj thjesht nuk vazhdohet tutje, e çuditshme.
Po, Kundërshtimi i madh edhe politik për arsye vetëvendosja kishte kundërshtimin kryesisht me Demek kontrata nuk është e favorshme, nga perspektiva sotit del tjetë shumë e favorshme. po, Disa prej aktorëve të shoqërisë civile kishin këtë me Demek shqetësimin ambientalist, po nga perspektiva e sotme duket krejtësisht e paqartë. Çka ka shkaktuar në stopimin e atij projekti? Këto shqetësimet ambientaliste ka qenë vazhdimisht të pranishme, gjë që ndoshta është pjesë e një shoqërie të shëndosh kur ka debat për investime të tilla, po mos të harrojnë që as RVE-ja, as kontrol globali, as investimet eventuale të tjera nuk e kishin marrë parasysh kriterin ambientalist, sepse çdo prodhim i tyre do të ishte shumë i shëndosh për ne se sa është Kosova A, Kosova B. Po që Këtë është pak paradoksale që të insistojmë në diçka e teksa e dim fare mirë që çdo prodhimëri sikurse tash veturat elektrike, a prodhojnë fare kontaminimit të ambientit Prishtinë veturat elektrike, zero. Prandaj edhe ato teknologjitë bashkëkohore nuk do të ishin fare të rrezikshme për ambientin tonë. Ndërsa ky segmenti tjetër mendoj që investimi në energji është si investimi në arë. Ai të kthehet në çdo variant. Ndoshta sot të duket shtrejt, atëherë ka qenë varianti me kontrol globalin të shitet 80 euro 1 megawatt, po na e pam çka ndodhi në 2022 dhe 2023, domethënë atëherë do të ndërtoj kontrol globali. Po ka pas me fillu. Më fillu, edhe do të na shpëtonte sepse në atë mënyrë ne do të mbullonim krejt nevojat tona me prodhimin e vendor të kontrol globalit të kekut. Edhe me siguri do t'i kursenim me 10 milion euro, sa na kanë shkuar. Miliardë janë veç Po flas për 2022, Po. në atë periudhën kur dashke të blej rryma 300, 400, 500 euro 1 megawatt është blej. Sepse s'ka pas shkaku i luftës në Ukrainë. Prandaj ka shku deri 800. Deri 800 në variantat më të këqija. Po them, prandaj në çdo variant investimin në energji ja vlen, shpaguhet edhe s'është shpaguhet.